Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesja, kur I takuam sërish në emisionin e radhës, shpjegimi I 40 haditheve të Imam Nevojut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja, mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se gjetëm. Atëherë hoxhë nderuar, me që jemi duke folur për një temë siç është padrejtësia dhe akuzat e njeriu që I bën ndaj dikujt, a mund të na përmendni tekstin e hadithit dhe më pas vazhdojmë me shpjegimin e tij? Atëherë hadithi I sotëm transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë I kënaqur prej tyre, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikur njerëzve t'ju jepej si më thënë çfarë kërkojnë për shkak të pretendimeve apo akuzave që ata ngrejnë, thjesht duke dëgjuar vetëm njërin pal, njerëzit do të kërkonin pasuritë e njerëzve dhe jetët e tyre. Mirë po, duhet sjellin argumentin bindës faktin ata që akuzojnë dhe ose ata që padisin, dhe duhet që të betohen në Zot të paditurit, pra të akuzuarit, nëse pala paditse nuk ka argument. Konsiderohet ky hadith dhe një hadith tjetër që është le të themi prap I kësaj teme, prej haditheve bazike në mënyrë se si sheriati Islam, pra feja islame, ka orientuar drejtësinë se si duhet funksionojnë. Atëherë hoxhë nderuar, teksti I hadithit flet pikërisht në lidhje me atë që njerëzit pretendojnë tek të tjerë, pra pretendojnë për tyre pasuri ose pretendojnë për tyre gjakun e tyre në mënyrë të padrejtë. Si ta kuptojnë teleshikuesit këtë tekst të hadithit? Atëherë Zoti I Madh, le të themi në origjinën e krijimit, kur krijoi me lajket dhe mbasi I krijoi me lajket, I njoftoi se do të krijojnë tokë një halife. Dhe halife është udhëheqës. Me lajket çfarë thanë? Thanë, o Zot, do të krijosh në tokë ata që do të derdhin gjak dhe do të bëjnë padrejtësi? Zoti tha, unë di atë që ju nuk e dini. Pra, fjala e Zotit inni xhailun fil ardi khalife, fjala khalife, udhëheqës, me lajket do të kuptuan gjakun edhe padrejtësitë. Një nga urtësitë se si Zoti I Madh përzgjedh pikërisht termin khalife dhe nuk tha do të bëj një njeri apo do të bëj një nuk e di çfarë mund të jepte titulli njeriu, po tha khalife, udhëheqës në tokë. Dhe udhëheqësi do të thotë që vjen për të vendosur drejtësinë. E duke qenë se drejtësia është le të themi prej temave, le të themi boshteve mbi të cilat ngrihet Islami dhe mbi të cilat funksionon jeta e kësaj bote dhe jeta e botës tjetër, Allahu xhallal xhelalu çështjen e drejtësisë në Kur'an e ka bërë të panegociueshme. Për këtë arsye në Islam, domethënë flitet se njeriu duhet të jetë I drejtë edhe nëse është kundër vetes tij, edhe nëse është kundër familjarëve të tij. Për këtë arsye, domethënë termat e gjykatës dhe gjykimit dhe dëshmitarëve dhe fakteve dhe argumentave dhe mënyrës se si duhet sillet gjykatësi në 10 porositë e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu ose në letrën që u shkruan te kadive gjykatësve, janë gjëra të shumë të sqaruara qysh përpara 14 shekujsh. Dhe një nga këto gjëra që le të themi përmendin këtë bazë në Islam është pastërtia ose prezumimi I pafajësisë për palën e akuzuar. Pra, një njeri I cili akuzohet, ai është I pafajshëm. Kjo është baza dhe nuk mund të gjykojë njeriu duke dëgjuar vetëm njërin palë, pa parë argumenta dhe pa u përballur me palën tjetër. Pra ky hadith thotë, sikur njerëzit sikur njerëzve t'u jepej çfarë pretendojnë, vetëm për shkak të padive që ngrejnë ose për shkak të akuzave që kanë, atëherë njerëzit do të kërkonin pasuritë e njerëzve. Filani më ka vjedh, filani më ka bërë padrejtësi, filani më ka hedhur, ose do të kërkonin gjaqet e tyre, më ka vrarë djalin filani ose më ka vrarë vllajin filani. Pra, sikur njerëzit thjesht të lihesh të dëgjojnë vetëm njëra palë, nuk do të funksiononte drejtësia. Atëherë profeti tha, nëse doni që drejtësia të funksionojë, ai I cili pa ditë duhet sjelli patjetër fakt, duhet sjelli argument. Po mirë, nëse nuk ka, është vetëm ai dëshmitari I ngjarjes. Atëherë kthehet situata tek I padituri. Ai në momentin që mungon argumenti tek pala paditëse, ai nuk shpëton se s'ka argument, ai duhet betohet përpara gjykatësit. Betohet në Zot se nuk ka gisht, qoftë për vjedhje, qoftë për gjak, qoftë për çdo lloj gjëje tjetër. Pra, është shumë e rëndësishme në këtë hadith 3 gjëra. E para, gjykatësi, udhëheqësi nuk gjykon duke dëgjuar vetëm I palë, po kjo duhet funksionojë edhe për mini gjykatësit, që jemi ne për shembull në familje, që jemi ne në xhamat, që jemi ne le të themi me shoqërinë tonë. Neve shpesh, fatkeqësisht, na ndodh që dëgjojmë njërin palë, bëhemi me të, solidarizohemi me të,
fillojmë të flasim si mbështetës të tij, ndërkohë që në momentin që dëgjojmë palën tjetër ose argumentin e palës, merrem me fëmijët e tuaj për shembull në shtëpi. E shef një fëmijë duke qenë thotë gjujti vllai ose motra për shembull. Ti më njëherë solidarizohesh me të, mirë, por kjo është gabim. Do të dëgjosh edhe fëmijën tjetër se çfarë thotë, se me të vërtetë ky po qan, mirë, pa ai tjetri mund të ketë psuar një dëm më të madh ose mund të jetë godit i pari. Pra, si tha, zullumqar është ai i cili e fillon i pari. Pra, ideja është edhe një jetë, do të thonë shoqërinë tonë. Na flet dikush për diçka, më njëherë solidarizohemi, më njëherë bëhemi palë me të, ndërkohë që duhet të dëgjojmë palën tjetër. Kjo funksionon më rëndësishme që duhet funksionon kjo rregull është përpara gjykatës. Për këtë arsye nuk mund të merret konsiderat betimi i paditësit. Pra thotë vallaj, betohem zot që unë e kam parë, nuk mund të merret në konsiderat. Ai duhet të sjellë argumentin, duhet të sjellë faktin. Cilat janë ose çfarë konsiderohet fakt, çfarë konsiderohet argument, varet nga lloji i shkeljes ose i pretendimit. Nëse bëhet fjalë për kodin penal, ka forma të, domethënë argumenti dhe fakti është gjë tjetër. Nëse bëhet fjalë thjesht për çështje pasurie, është formë tjetër e faktit dhe argumentit. Nëse bëhet fjalë të themi për çështje që kanë të bëjnë me jetën bashkëshortore, është formë tjetër të faktuarit të argumentit. Nëse bëhet fjalë për çështje femrash dhe grash, është mënyrë tjetër e mënyrës se si duhet faktohet personi. Për shembull, le të themi, nëse bëhet fjalë për gjaqje, duhet patjetër dëshmitar. Nëse bëhet fjalë për kod penal, duhet patjetër dëshmitar. Nëse bëhet fjalë për diçka që ka të bëjë me martesën, ka një farë tolerance. Nëse bëhet fjalë për borxhin, ka një farë tolerance, pa nuk duhet të jenë patjetër meshkuj, mund të jenë edhe femra. Nëse është komplet çështje që ka të bëjë me femrat, siç është rasti i lehonisë, siç është rasti i kujdestarisë, siç është rasti i gjithdhënies, atëherë merren konsideratë edhe dëshmitë e femrave. Pastaj dietarët e Islamit kanë debatin e tyre, flas në çështjen e juridikut të Islam, sa pranohet videoja apo audioja apo le të themi emailat apo faktet le të themi telefonatat e tjera, a mund të konsiderohen si fakte të prera apo si fakte ndihmuese. Dhe në konceptin Islam, gjykimi konsiderohen si fakte dytësore dhe jo argumenta le të themi të padiskutueshme. Argumenti i padiskutueshëm në Islam është dëshmitari kur plotson kriteret, është pohimi i personit, pranimi i tij, konsiderohet sayyidu al-bayyinat. Pra, kur personi pranon vetë ose pohon mëkatin e bërë, domethënë ky është kulmi i fakteve dhe argumenteve, pastaj vijnë dëshmitarët. Ndërsa çdo gjë tjetër, përveç këtyre të dyjave, ka nevojë që të ketë dhe një argument plus. Për shembull, le të themi, u vërtetua në një video që personi e ka bërë këtë gjë. Duhet patjetër edhe një argument tjetër plus që të vërtetoj këtë video, sepse video edhe mund të jetë manipuluar, le të themi. Përveç se nëse është, le të themi, e marrë nga organet kompetente tek të cilat nuk ka dyshim në hetimin e tyre, siç është për shembull një video e marrë direkt nga policia dhe është marrë me proces verbal, është marrë me deklarate etj, atëherë ky konsiderohet argument ndihmues dhe argument plus. Ama një video që ta sillë personi në gjykatë dhe thotë ja çfarë ka ndodhur, ky nuk konsiderohet argument derisa të ketë dhe një argument tjetër i cili vërteton këtë argument të dytë. Po kështu edhe audiot, po kështu edhe çdo gjë tjetër. Ndërsa kur bëhet fjalë për dëshmitarët që plotësojnë kriteret, kur flasim për kriteret, bëhet fjalë për besimin, bëhet fjalë për arsyetimin, pra logjikën, bëhet fjalë për pagabueshmërinë, për ehtësinë, bëhet fjalë për largimin nga mëkatet e mëdha, ka një sër kriteresh, nuk mund të jetë çdo kush dëshmitar dhe pamundësia e hedhjes poshtë me argument nga pala paditëse, pra nuk është çështje e lehtë çështja e dëshmitarit. Pastaj numri i dëshmitarëve ndryshon nga shkelja në shkelje. Ka raste kur kërkohen 4 dëshmitar dhe është e padiskutueshme duhet të jenë meshkuj, ka raste që kërkohen 2 dhe është e padiskutueshme që duhet të jenë meshkuj, ka raste që pranohet 1 burr dhe 2 gra, dhe ka raste që pranohen 2 gra dhe ka raste që pranohet vetëm 1 grua, pra varet nga siç e thash edhe më herët. Atëherë personi që padit duhet patjetër të ketë fakt, patjetër duhet të ketë argument. Profeti alayhis salatu wassalam parashikoi edhe momentin kur nuk ka argument. Siç e ka përmend Zoti për shembull, rastin e mallkimit në Kur'an, në surën e Nur, është një rast kur njeriu nuk ka argument. Kur njeriu nuk ka argument, atëherë shifet ka disa metoda zgjidhje. Cila është metoda e parë e zgjidhjes? Është rasti i telaunit që ka një formë që e ka përmend Zoti në Kur'an, që është betimi. Forma tjetër, kur nuk ka argument, kthehet çështja tek i akuzuari, tek le të themi tek i padituri. Në këtë rast i padituri, jo i paditur me kuptimin e ignorantit, i paditur me kuptimin personin mbi cilin është ngritur akuza, ai
është i pafajshëm, por gjykata nuk gjykon në pafajësinë e tij derisa të betohet ai në Zot. Pastaj si betohet dhe forma e betimit ka disa le të themi interpretime sipas shkollave juridike. Për shembull, një prej interpretimeve thotë betohet për ditë xumaje mbas namazit të ikindis në xhami. Vjen trupa e gjykatës aty dhe aty betohet, do të thonë për të thënë shejtërinë. Një mendim thotë që thjesht betohet në gjykatë. Ka një mendim që thotë shifet në traditën e vendeve. Çfarë është betimi më i fortë tek njerëzit? Për tek ne, betimi më i fortë që lën shumë peshë tek njerëzit është betimi me dorën në Kur'an. Merret në konsiderat sepse njeriu këtë ka gjën më të madhe që mund ekzistojë me dorën në Kur'an edhe betohet ose me Kur'anin përpara dhe betohet. Pra shifet ndryshon nga vendi në vend. Merret edhe kjo në konsiderat. Dhe në momentin që ai betohet, qartësisht kundër akuzës që i është bërë për të cilën paditësi nuk ka argument, në këtë moment ai lirohet nga faji komplet. E nëse nuk betohet, thotë unë jam i pafajshëm, s'ka nevojë të betohem. Fetarisht ai nuk lirohet nga faji. Për këtë arsye kemi transmetime të sakta se gjykatësit në kohën e sahabëve, kur personi nuk është betuar si i pafajshëm, po ka thonë unë s'e kam bërë dhe s'betohem se emri i Zotit është shumë i madh, gjykatësi ka gjykuar kundër tij, siç është rasti Abdullah ibn Omerit. Ka thonë unë betohem në Zot që s'e kam bërë, po s'e kam bërë. A keni argument? Ka thonë s'kemi argument. S'kishte argument, nuk kishte ai dëshmitar, s'kishte gjë. Ka thonë që unë nuk betohem. Nuk e përmend emrin e Zotit unë për diçka koti, dynjaje. Atëherë gjykatësi ka gjykuar kundër tij. Dhe paditësi në atë moment ka thonë, ka reflektuar dhe ka thonë kur ky se përmend emrin e Zotit, ka kuptuar, ka reflektuar dhe është penduar përpara gjykatës dhe është mbyll çështja. Pra dua të them domethënë që nuk mund të jetë çështja kaq e thjeshtë. Ky është kuptimi i hadithit. Po mirë, do të thotë dikush që kjo është normale me fjalë në kohën që jetojmë, dakord, është normale, por ne jemi para 15 shekush këtu. Dhe po hedhim bazat se si duhet funksionojë sistemi i drejtësisë. Kemi edhe një hadith tjetër që është bazik në këtë temë, që është fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam, innakum është një hadith i gjatë që thotë ju vini tek unë për t'u arbitruar, për t'u gjykuar. Ndoshta disa për jush mund të manipulojnë në mënyrën se si flasin, në mënyrën se si shprehen dhe në argumentat. Pra parashikoi Profeti alayhi wasallam edhe situatën kur ka manipulim faktesh dhe argumentash. Dhe fatkeqësisht kjo është le të themi një simptom e cila ekziston dhe është dhe ka qenë është edhe sot e kësaj ditë. Sa njerëz sot manipulojnë letrat e tokës, sa njerëz sot manipulojnë letrat e trashëgimisë, kështu me radhë bën manipulacione sa duash. Tha Profeti alayhi wasallam, ju vini për t'u arbitruar tek unë, për t'u gjykuar tek unë. Dhe ndoshta njëra prej palëve tuaja është më argumentuese, por manipuluese. Mirë po, sa e bukur është ajo. Innama ana ahkumu bima asma. Unë gjykoj për atë që shikoj dhe dëgjoj. Pra unë gjykoj në bazë të argumentave që më paraqiten. Po ndoshta dikush për jush manipulon. Tu Profeti ka folë si gjykatës, apo? Po si gjykatës. Ju duhet ta dini, tha, se nëse unë gjykoj për dikë padrejtësisht, sepse pala që është duke bërë padrejtësi e din që është duke bërë padrejtësi, ai duhet ta di, pra kush merr hakun e tjetrit padrejtësisht, ai duhet ta di se unë faktikisht i kam dhënë atij një pjesë nga zjarri i xhenemit. Pra ti me të vërtet mund të manipulosh argumentin, ti me të vërtet mund të manipulosh faktin. Ndoshta para tjetër është naive në mënyrën se si shprehet, në mënyrën se si mund të argumentojë. Nga kjo kanë thënë dietarët që lejohet pala paditëse apo pala e paditur të marri, ato i kanë baston wakil. Domethënë një person i cili mbështet ose argumenton ose si më thon mbrojtës, që ne sot në gjuhën bashkëkohore për këtë avokat. Lejohet sepse ai le të themi ka mënyrën e të shprehurit, ka argumentat le të themi ligjore, mënyra se si argumentohet me ligjet e kështu me radhë. Ai duhet ta di se unë atij faktikisht i kam dhënë një pjesë nga xhenemi. Pra nga kjo dietarët e Islamit kanë nxjerrë atë rregullin që thotë hukmul qadhi la yuhallilu haraman wala yuharrimu halalan. Gjykimi i gjykatësit nuk ta bën haramin halal. Se në fund fare gjykatësi gjykon në bazë të argumentave, në bazë të asaj që i paraqitet, edhe kjo është puna e tij. Nëse ti ke manipuluar dhe nuk është kap dot ky manipulacion, atëherë ti mos kujto se kjo tokë që po merr apo kjo pasuri që po merr, faktikisht është e lijuar për ty dhe do ta gëzosh, nuk e për ta gëzuar. Se Zoti i Madh do të largojë
bekimin nga kjo pasuri apo nga kjo tokë e kështu me radhë. Për të folur pastaj dhe për një moment tepër të rëndësishëm në Islam që është pozicioni i gjykatësit në Islam. Hoxhë nderuar, për atë që ju sapo thatë, në lidhje me manipulimin, është pikërisht historia e Sulejmanit alayhis salam me ato dy gratë, të cilës njëri prej tyre ujku i hangu fëmijën. Dhe mund të jetë në kuriozitetin e të shikuesve ta dinë si histori dhe pastaj juve mund ta interpretoni në aspektin juridik. Për gjërave të bukura që kemi marrë nga mësimet e Sheh Atije Salim në xhamin e pejgamberit alayhis salam është se ai thoshte Sulejmani alayhis salam ka pas një shenjë nga Zoti se ku është e drejta. Por pejgamberi alayhis salam, duke qenë se sheriati i tij do të ishte i përjetshëm deri në ditën e Kiametit, Zoti, domethënë e bëri me fakte dhe me argumenta, sepse sheriati i tij do të ishte deri në ditën e Kiametit. Ndërsa shehu thoshte, Allahu më shëroft, që Sulejmani alayhis salam kur i vinin dy veta për të gjykuar, i jepte Zoti sinjal se kush e ka të drejtën. Ka qenë mrekulli që Zoti e ka pas dhënë Sulejmanit alayhis salam. Në këtë rast, vinë dy gratë tek Sulejmani alayhis salam dhe kishin shku të dyja në kullot, ujku, siç e thatë edhe ju, kishin ngrënë njërin fëmijë, tani të dyja gratë thoshin që fëmia që ishte gjallë është i imi. Atëherë Sulejmani alayhis salam, siç ishte mrekullia e Zotit për të, i erdhi sinjali se ku është e vërteta. Sulejmani alayhis salam, përveç se ishte pejgamber, Zoti i Madh i pati dhënë dhe intuitën, zgjuarsinë, pra ka qenë shumë i zgjuar. Domethënë për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, Daudit i patë më dhënë dituri, ndërsa Sulejmani i patë më dhënë kuptimin. Pra Sulejmani ka qenë domethënë shumë i mprehtë në mënyrën se si arsyeton të gjërat. Atëherë Sulejmani alayhis salam tha argumenti, s'kishte argument sepse nuk jemi në një kohë ku bëheshin analizat e ADN-s apo ishte situata e tillë, dy gra, një fëmijë i cili është fëmia. Tha Sulejmani alayhis salam, do ta zgjidh unë këtë çështje tha me drejtësi. Dhe gratë tani po dëgjonin si do të gjykoj me drejtësi. Tha do të marrim tha një shpatë dhe fëmijën do ta ndajmë në dy pjesë. Në dy pjesë dhe gjithë secila të marrë gjysmën e fëmijës. Nëna e vërtet, me njëherë u hodh dhe tha, jo, tha fëmia nuk është i imi, është i asaj. Ndërsa nëna jo e vërtet tha, dakord, drejt. Atëherë Sulejmani alayhis salam tha fëmia i takon kësaj, sepse me të vërtet nëna e vërtet i udhim fëmia, edhe më mirë ta marri fëmijën një gru tjetër e të jetë gjallë, se sa kjo tjetër që tha shumë mirë gjykove me drejtësi. Pra kjo ishte le të themi një nga situatat interesante që është përmend në historinë e gjykimit të pejgamberëve të Zotit. Por ju ndoshta anashkaluat, por ajo nëna e cila nuk ishte nëna e vërtet, filloi të qaj, filloi të manipulonte emocionalisht gjykatësin. Gjykatësin, po. Pikërisht domethënë si interpreton pra Islami këtë lloj manipulimi? A është ky haram për ta manipulosh gjykatësin me emocione, me faktet siç janë faktet të falsifikuara? Apo ka një lloj përcaktimi Islam të këtyre fakteve të manipuluara? Absolutisht nuk ka asnjë lloj tolerancë, domethënë. Toleranca është zero, sepse bëhet fjalë për drejtësi dhe në momentin që bëhet fjalë për drejtësi, faktet dhe argumentat duhet të jenë të drejta. Siç e tha Zoti në Kur'an, o ju që keni besuar, gjykoni drejt, flisni drejt, dëshmoni drejt, edhe nëse është kundër jush, apo kundër familjes tuaj, kundër fëmijëve tuaj, kundër bashkëshorteve tuaj e kështu me radhë. Pra njeriu duhet të jetë i drejtë dhe duhet ta thotë drejtën ashtu siç është. Pra dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që njeriu të jetë manipulues i të drejtës dhe i të vërtetës. Dhe se në momentin që bën manipulim, kjo konsiderohet rushfet, pra konsiderohet domethënë mallkim nga Zoti i gjithësisë, sepse po bëhesh sebeb që e drejta e krijuar nga Zoti të manipulohet dhe të ndryshoj krijimi i Zotit, se e drejta është krijimi i Zotit. Dhe është drejta dhe dëshmia jo e drejtë ndaj asaj që është e drejtë është ndryshimi i krijimit të Zotit. Për këtë arsye është e patolerueshme. Hoxhë nderuar, ndodh në realitetin e sotëm shqiptar raste të ndryshme, sidomos në rastet e trashëgimisë, kur dikush fiton më pak trashëgimisë sa tjetri për shkak të një manipulimi, kur motrat nuk marrin trashëgimi për shkak sepse vëllezërit i bëjnë padrejtësi, ose raste të ndryshme, domethënë kur vllai ose djali ose bija, domethënë ndryshojnë në përcaktimin e tyre trashëgimisë, qoftë para vdekjes duke shkruar edhe testamente të falsifikuara. Pra, si është konceptimi ose kush është ai qëndrimi islam ndaj këtyre rasteve në realitetin e sotshëm?
Faktikisht, ne e përmend, në Islam kjo gjë është ndaluar, kjo gjë është haram dhe nuk ka tolerancë, sepse është ndryshim, siç e thash, i krijimit të Zotit dhe është mëkat i madh. Në Islam kjo konsiderohet zur. Zur do të thotë shpifje, do të thotë, siç e tha profeti alayhis salatu wassalam, ishte duke fol për mëkatet e mëdha dhe tha, ishte i mbështet profeti alayhis salatu wassalam, ishte i mbështet edhe po thoshte 7 mëkate të mëdha që Zoti nuk i fal. Edhe përmendi dhujtarinë, përmendi magjinë, përmendi ngrënien e pasurisë së jetimit, përmendi akuzën e një besimtare padrejtësisht, përmendi tërheqjen nga lufta, pra nga rreshti i luftës, dhe pastaj tha dhe dëshmia e rrem, falso. Pastaj siç ishte shtrir u çua, u ngul këm kryq dhe filloi ta përsëriste, thotë aq shumë saqë profeti alayhis salam na udhims. Aq shumë e përsëriti dëshmia e rrem, dëshmia e rrem, dëshmia e rrem ose shpifja siç themi në shqip. Pra nuk ka gjë më të rëndë se sa të shpifësh. Pra domethënë ne e dimë në Islam, mëkate më rëndë është shirku, pra idhujtaria. Mirë, po profeti alayhis salam nuk i kushtoi shumë rëndësi sa i kushtoi kësaj tjetrës. Pse? Sepse njerëzit, domethënë, kanë dëshirë të kenë, të pasurohen në mënyrën më të shpejtë dhe nuk i intereson mënyra se si fitojnë apo burimi i fitimit. E rëndësishme është marrin, e rëndësishme është të fitojnë dhe kjo është shumë e rëndë. Domethënë për këtë arsye dhe është kushtuar shumë rëndësi sepse në fund fare nëse gabojmë mes raporteve tona dhe krijuesit, Zoti edhe fal dhe mëshiron. Po kur ti i hyn hak një krijese, i hyn hak njeriu pa ta bërë Allah ai njeriu ose pa ta marrë ai hakun në botën tjetër, nuk ke ku të shkosh. Edhe një pyetje hoxhë nderuar për të përmbyllur pjesën e parë të emisionit, nëse babai ose nëna ose dikush nga rrjedha e trashëgimisë ka bërë një padrejtësi, a duhet fëmijët e atyre ta shlyejnë këtë padrejtësi? Shumë e bukur kjo. Me të vërtetë, domethënë prindi mund të ketë bërë një padrejtësi ndaj vëllezërve të tij. Ne që jemi fëmijë dhe kuptojmë fenë dhe Islamin. Ose ndaj vetë fëmijëve. Ose dhe vetë fëmijëve. Ja ka dhënë një fëmijë, nuk ja ka dhënë dik. Po, dhe fëmijët ose brezi tjetër e ka kuptuar që gjyshi apo xhaxhai ka bërë padrejtësi ndaj vllajt vet, edhe ne si fëmijë tani më e kemi kuptuar cila është gjëja më e mirë. Gjëja më e mirë në këtë lloj situatash është që të shkojë edhe një herë situata në gjendjen fillestare, që do të thotë kthehet çdo gjë si në fillim siç ishte, ribëhet ndarja pavarësisht se mund të kenë kaluar një brez apo dy breza. Nëse duam të shpëtojmë prindrit tan nga zjarri në botën tjetër. Se ata gabuan, ndoshta kemi qenë ne fëmijët të ndihmi që prindrit tan kanë gabuar, madje edhe mund të kenë bërë haram, le të themi për hatrin ton. Ne si fëmijë që e dim situatën dhe e dim vërtetën, nëse duam të shpëtojmë prindrit tan, duhet ta kthejmë edhe një herë situatën në origjinë, le ta ndajmë edhe një ashtu siç duhet sipas drejtësisë që na përcakton sheriati islamik, feja e Zotit, dhe kështu ne i kemi shpëtuar prindrit tan nga mëkatet dhe gabimet që ata kanë bërë. Nëse ne vazhdojmë me atë që kanë bërë prindrit tan, ka dy ndëshkime. Ndëshkim i vazhdueshëm për prindrit tan dhe ndëshkim për ne që e dimë vërtetën dhe vazhdojmë tek e kota që kanë bërë prindrit tan. Allah të shpëleft hoxh, të nderuar të shikues, shkëputni për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Ja kur i takuam sërish të nderuar të shikues në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi me imamin e nderuar Hoxh Ahmed Kalaja. Hoxh i nderuar, neve shpjeguam disa rregulla të jurisprudencës islame. Një prej atyre rregullave është çështja e gjykatësit, pra 3 llojet e gjykatësve, të cilët gjykojnë me atë që ato dinë ose me atë që nuk e dinë, duke bërë dhe gabime. Si është qëndrimi islam ndaj këtyre gjykatësve dhe si mund ta fusim këtë çështje në realitetin e sotëm shqiptar? Atëherë, për sa i përket gjykatësit, në Islam ka 2 hadithe që konsiderohen bazike në rolin e gjykatësit. Hadithi i parë është fjala e profetit alayhis salatu wassalam, gjykatësit tek Zoti janë 3. 2 në xhenem dhe 1 në xhenet. Gjykatësi që di të vërtetën dhe gjykon me të është në xhenet. Gjykatësi që nuk e di të vërtetën, po gjykon është në xhenem. Gjykon me ignorancë. Po, gjykatësi i parë ai që e di të drejtën, pra ka njohuri mbi të vërtetën dhe gjykon sipas saj. Ky është në xhenet, po e filloj me xhenet lip. Ai që e di të vërtetën, po nuk gjykon me të,
ky është në xhenem, dhe ai që nuk e di të vërtetën, po gjykon, edhe ai është në xhenem. Ky është hadithi i parë bazik që do të thotë gjykatësi duhet të gjykojë me drejtësi, duhet të gjykojë me të vërtetën dhe me të drejtën. Në momentin që nuk din, nuk duhet të gjykojë. Dhe në momentin që ai beson se nuk do të gjykojë me të vërtetën, edhe pse ai e di se si funksionon e vërteta, prapë në këtë rast nuk duhet të gjykojë. Kështu që le të themi gjykatësit janë 70 me 30. Domethënë 70% të predispozuar për përfunduar në zjarr xhenemit dhe 30% për përfunduar në xhenet. Kush janë ata? Ata që e dinë të vërtetën dhe të drejtën dhe gjykojnë me të drejtën dhe me të vërtetën. Hadithi tjetër që konsiderohet bazik në çështjet e gjykimit, gjithashtu është hadithi që profeti alayhis salam tha, nëse gjykatësi gjykon me drejtësi dhe i ka plotësuar kriteret, sepse të tjerë gjykatës nuk është kriteri i lehtë për të plotësuar, dhe gjykon me drejtësi dhe ja qëllon, tek Zoti merr shpërblim të dyfisht. Dhe nëse gjykatësi ka plotësuar kriteret dhe mbas të argumentave që i paraqiten nuk ja qëllon, ky tek Zoti shpërblet vetëm një fish, pra merr vetëm një shpërblim tek Zoti. Pra, profeti alayhis salam ka parashikuar këtu edhe mundësinë që gjykatësi të gabojë. Për këtë arsye lejohet në Islam që të rigjykohet çështja, ose kjo që quhet sot tek ne apeli apo shkalla më e lartë. Pra ideja është gjykatësi nuk është i pagabueshëm. Për këtë arsye tha në hadithin që ne përmendëm, nëse unë gjykoj në bazë të argumentave që më paraqiten dhe ato mund të jenë në të vërtetë manipuluara, sepse ai nuk ishte si profeti Sulejman që i jepte sinjal Zoti, unë ta dish se unë po t'jap një pjesë nga zjarri i xhenemit. Kështu që edhe gjykatësi edhe mund të gabojnë në bazë të argumentave, në bazë të ijtihadit të tij, domethënë le të themi mendimit të tij mbi çështjen dhe mbi situatën, opinionit të tij, dhe mund të gjykojë, por prapse palët nuk mbeten domethënë nuk janë të pafajshme nëse e dinë se ku është faji dhe ku mbetet faji. Pra gjykatësi ka një rol tepër të rëndësishëm dhe ka një rol tepër decisiv, që do të thotë ai duhet të jetë i pa manipuluar. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam në një hadith tjetër shumë të bukur, janë disa njerëz që është për t'i pasur zili, kjo quhet zilia e bardhë. Tha një njeri i cili ka dituri dhe gjykon në saj të kësaj diturie. Pra shumë e rëndësishme të dish dhe të gjykosh në saj të kësaj diturie që ti ke. O xhëndëruar, ju përmendën edhe në pjesën e parë të emisionit rregullin prezumimi i pafajësisë. Po ndodh shpeshherë që njerëzit domethënë akuzohen për gjëra të kota ose fjalët dhe thashë themi qarkullojnë aq shpejt dhe godasin njerëz të caktuar. Si është qëndrimi i Islamit në këtë lloj situate, pra prezumimi i pafajësisë, si ta kuptojnë besimtarët? Sidomos le të themi pjesa e mediatike dhe e mediave, dhe ndoshta un jam prej atyre që sulmohem shumë shpesh me fjalë të shkëputura apo me fjalë fare pa thënë nga ana ime, ose shumë hoxhallar ndoshta i shkëputen gjërat, ju nxirret le të themi teksti nga konteksti, dhe ndodh kjo, normalisht kjo është e rëndë shumë dhe futet tek shpifja dhe mallkimi dhe futet tek fjala e Zotit, o ju që keni besuar, nëse ju vjen një lajm nga një i prishur, i shthurur, mos u ngutni të merrni vendim pa u siguruar. Dhe kjo është një fatkeqësi shoqërore që njerëzit, domethënë, më shumë besojnë se çfarë thon rrjetet sociale, çfarë thon le të themi disa media të prishura dhe të shturura mbi njerëzit, të cilët janë pafajshëm, dhe në momentin që del e vërteta, pra e pavërteta bëhet lajm bombastik, titulli i jepet në të gjitha portalet, dhe në momentin që del e vërteta që ai hoxha s'e ka thënë ose i shkëputur teksti nga konteksti, s'bëhet më lajm. Ndërkohë që ai është një llosur, ndërkohë që ai mund të jetë bërë objekt bisede në shumë situata, në shumë tavolina apo në disa le të themi mediume kështu me radhë. O nderuar, kemi ose mund të ndodhë në realitetin shqiptar ose edhe më gjerë, që një njeri duke menduar që gjykatat nuk gjykojnë me drejtësi sepse mund të jenë të korruptura, mund të manipulohen faktet ose në këtë prizëm, ato nuk kërkojnë gjykim të gjykatave dhe i shmangen atyre. Kush është ai qëndrimi i Islamit në lidhje me këtë çështje? Atëherë këtu kemi dy situata. Situatën kur çështjet kanë mundësi të zgjidhen nëpërmjet arbitrimit ose nëpërmjet ndërmjetësimit. Sot është tashmë u bë prej një kohë shumë të gjatë, domethënë që jepen licencat e ndërmjetësuesit mes palëve, që do të thotë muslimani, për shembull, le të themi tek trashëgimia. Nëse do shkojnë në gjykat, çdo gjë ndahet le të themi me pjesëtim. Ndërkohë që në sheriat babai merr kaq, nëna merr kaq, gruaja merr kaq, fëmijët marrin kaq, vëllezërit marrin kaq, është çdo gjë e përcaktuar. Ose në një situatë le të themi debati apo në një situatë
pronë caktuar, atëherë ne kemi ndërmjetësimin. Ndërmjetësimi dhe ka shumë hoxhallar që unë i njoh personalisht që kanë fituar licencën e ndërmjetësuesit. Dhe në këtë rast, besimtarët musliman obligohen që të shkojnë tek ndërmjetësuesi, le të themi i cili është dhe hoxh njëkohësisht, i cili ka mbaruar dhe për sheriat, dhe të gjykojnë mes tyre me drejtësi kur nuk bëhet fjalë për çështje që kanë bën me kodin penal, sepse kodi penal është gjë që nuk mund bëhet nëpërmjet ndërmjetësuesit. Ndërsa pjesët e tjera që kanë bën me pasuri, që kanë bën me trashëgimi, që kanë bën me martesën, që kanë bën me divorcin, që kanë bën me kujdestarinë e fëmijëve, edhe shumë gjëra të kësaj game të gjërë mund të zgjidhen tek ndërmjetësuesi i cili nuk është i obliguar të përmbahet ligjeve të një vendi të caktuar kur ai gjykon. Pra mjafton që palët të binë dakord, mjafton që palët firmosin dhe ai të firmosi dhe me këtë letër, pra të përfundimit të gjykimit, ai mund paraqitet në hipotekë, mund paraqitet në çdo lloj institucioni dhe ajo ka fuqinë e gjykimit, ka fuqinë e shkallës parë në gjykim. Kemi momentin e dytë kur dy palë le të themi njëra prej palëve nuk ka besimin e durur apo nuk don që ta zgjidhë këtë çështje me ndërmjetësues dhe njëra pala tjetër don faktikisht. Atëherë kur nuk ka zgjidhje të tillë, atëherë lejohet që të shkohet në gjykatë ose kur ke të bësh ti me një i cili nuk është fare në besim dhe ai nuk i beson këto gjëra të ndërmjetësuesve apo ndërmjetësuesit e kështu me radhë apo arbitrimit, atëherë çështja atëherë i lejohet besimtarit musliman të shkojnë në gjykatë për të arritur të drejtën e tij dhe të vërtetën e tij. Absolutisht nuk ka asnjë problemi dhe ndalese fetarisht që njeriu, pra edhe pse është besimtar, të drejtohet gjykatës dhe drejtësisë për të arritur tek e drejta e tij, tek e vërteta e tij. Allah të shpëlbeft hoxh për shpjegimet adekuate në këtë emision kaq të bukur në lidhje me jurisprudencën islame. Amin edhe juve. Të nderuar teleshikues, ishim me hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.